Beqiri, po? Po pse ndodh kjo, edhe kjo që sa po tha. Unë avokat kisha disa pyetje për ty, avokat. Se fole, sigurisht që je patriot. Vetëm një argument ka dhe po. Po, Beqiri lutem. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse u thash, agenda aty brenda është për ta fryrë tej mase ato kërkesat që bëhen edhe për ta mbështetur gjoja me 200.000 veta. Çka do të thotë u benami në Shqipëri. Edhe kur media pasqyrojnë realitetin, edhe pasqyrojnë që aty 1500 veta janë, dhe nesër do vinë më shumë, se do vinë në Kosova, nesër do bjeri Albin Kurti, plot nesër aty. Do bjeri ajo Flama atje, apo si e ka emrin aty në Maqedoni, se agenda serbo-grekofile vepron jo të drejtim. Edhe këta, me që pasqyroni realitetin, nuk u pranojnë juve aty, se nuk duan realitetin, duan imazhe që të duket sikur na bulevardi i ri e deri tek universiteti e gjithë Shqipëria është ngritur në këmbë. Në një kohë që Shqipëria dhe shqiptarët kanë tjera agenda, dikush po të vesh aty të shikosh lokalet e Tiranës janë mbushur plot me rini në të gjitha anët, që dikush veten shikon sportin e tjera me radhë, nuk janë tërë të një mendje, si duan t'i bëjnë këta. Por aman, aty, po që për syrin ka nga smojnë ata. Zoti avokat. Po që për televizionin e Irfanit, që ka marrë mikrofonin, u a jep në dorë atyre protestuzve, tojza, nuk i prekin ata. Prekin vetëm këto televizionin e tjera. Zoti avokat, Po, atë. sigurisht që foli me patos si nacionalist, si patriot, e se vend dyshim atë. Tani problemi është, kështu na shtran për Open Ballkanin. Pastaj, kryeministri tha, ky projekt nuk funksionon më. Në të tovë janë heqë 17 emra Shqip dhe janë vendos jugoslavisht. As një fjalë s'ka qeveria shqiptare, që thuhet që aty është agent anti-shqiptare, po qeveria shqiptare ka agent shqiptare, të thot një fjalë për identitetin shqiptar dhe ku? Në të tovë. Dhe ku goditët gjua Shqipe në Maqedoninë e Veriut. E pse? Sepse aty është bërë alfabeti Shqip. Pra, as një fjalë nuk ka gjerë tani, as nga Ministria Kulturës, as nga kryeministri, ta patriotet e mëdhaj. Përkundazi, e falenderojnë Abazovicin, vetë kryeministrin e samitin diasporës është i papërsëritshëm.